Fjala I jepet shoqes Nexhmie Hoxha, drejtoresh Institutit të Studimeve Marksiste Leniniste. Përgatitet shoku Guro Ademi. Shok dhe shoqe delegat, jemi mbledhur në këtë kuvend të madh partie që po zhvillon punimet në frymën e një uniteti të pathyeshëm të radhëve të partisë rreth udhëheqjes së saj me shokun Ramiz Alia në krye. Partia jonë, që kur lindi 45 vjet më parë, duke u mbështetur në traditat e shquara patriotike revolucionare të popullit ton, në balë të programit të vet, vuri thirrjen për bashkim në një front të vetëm nacional çlirimtar. Luftoi për të, spastroi rrugën nga gjithë armiqtë të jashtëm e të brendshëm. Gjatë këtyre 40 vjetëve, populli ndoqi partinë tonë, sepse ajo e udhëhoqi drejt lirisë, pavarësisë e jetës së re që gëzon sot, e bëri Shqipërinë një shtet të nderuar në arenën ndërkombëtare. Ky unitet I popullit rreth partisë shkëlqeu që në vitet e luftës nacional çlimtare, që në kongresin e parë të partisë dhe në të gjitha ngjarjet e mëdha politike, ekonomike, e shoqërore dhe deri në këtë kongres në rrethanat që e bëjmë. Të gjithë po e themi se ky është kongresi I parë pa Enverin. Po, ai s'është këtu me trup, por Enveri nuk mungon as në këtë kongres. Për çfarë luftoi Enveri më shumë gjithë jetën e tij? Luftoi ta kemi partinë monolite, revolucionare, gjithmonë në udhëheqje të popullit, në unitet të çelikt me të për realizimin e aspiratave e të idealeve më të larta të tij. Në këtë rrugë u kalit uniteti Parti Popull. Kjo vepër e madhe u bë mishe gjak I partisë e popullit. Flamurin e unitetit po e mban fort në duar e po e ngre lart partia me shokun Ramiz Alia në krye.
manifeston në mënyrë të shkëlqyer ky kongres. Prandaj Enveri Ron, ai ishte dhe mbetet frymëzues i këtij uniteti. Për çfarë tjetër luftoi ai më shumë gjithë jetën? Luftoi kundër gjithë atyre që s'ia kanë dashur të mirën e Partisë së Punës dhe Shqipërisë Socialiste, që e kanë shtypur e mbajtur në errësirë popullin, që kanë kurdisur sa e sa plane tradhtie si në të kaluarën dhe në kohët tona. Luftoi kundër imperialistëve, social-imperialistëve, titistëve, revizionistëve të çdo ngjyre dhe gjithë agentëve të tyre në vendin tonë. Përderisa një popull i tërë, grusht rreth partisë dhe udhëheqjes së saj, qëndron vigjilent, e në një dorë mban kazmën, e në tjetrën pushkën, Enveri është i gjallë në balë të kësaj lufte. Asgjë nuk mund të gëzonte më tepër Enverin se sa gjithë ky mobilizim i partisë e i popullit që janë hedhur në aksione për realizimin e planeve ekonomike e kulturore, se sa këto që po diskutojmë në këtë kongres për ta bërë Shqipërinë socialiste gjithnjë më të fortë e jetën e popullit gjithnjë më të begatshme e të lumtur. Gjithë ne, delegatët e partisë në këtë kongres, ndjema në çdo paragraf të raportit të Shokut Ramiz frymën militante e revolucionare të partisë, besnikërinë ndaj parimeve të mëdha të marksizm-leninizmit e mësimeve të Shokut Enver. Prandaj ne po e mbështesim si një program madhështor për vitet që kemi përpara. Ne do të kthehemi në organizatat e partisë, në kolektivat tona, në mes komunistëve dhe popullit, dhe së bashku me ta do të luftojmë për zbatimin e këtij programi historik. Shok, partia ka nxitur e përkrahur për parimin e gjithë shkencave që çojnë përpara zhvillimin ekonomik e shoqëror. Mbi bazën e zhvillimit të shkencave teknike natyrore janë realizuar përmbysje të gjithanshme në zhvillimin e degëve e të sektorëve të ekonomisë e të kulturës. Dëshmi për këtë janë hidrocentralet gjigante e rendimentet e larta në kulturat bujqësore, sidomos në drithrat e bukës, ndërtimi i kombinateve, prodhimi i çeliqeve bile i markave speciale e tjerë. Por në shkenca shoqërore, partisë sonë i ka rënë bara të luajë rolin pararoj, sepse asaj është dashur të mbrojë e të zbatojë në mënyrë krijuese marksizm-leninizmin, të çajë rrugë të reja e të pashkelura në ndërtimin e socializmit.